Ai ishte një yll dëshirë plotësues. Por një ditë, fuqia e tij qiellore ra. Dhe atij i mbeti vetëm dëshira e tij për të vazhduar misionin më të bukur në tokë. Tata! Oh? Twinkle, mos u mund do kot. Harrove që nuk ke më fuqi magjike? Por kur një yll humbet magjin, është koha për të shpikur një mënyrë të re për të realizuar ëndrat. Bukur! Një minutë. Po. Unë di të lexoj mendimet e të tjerë. Ai nuk është më thjesht një yll, por një revolucion dëshirë plotësues. Çdo dëshirë kthehet në një aventurë, dhe kur besimi përhapet, edhe një yll pa magji mund të kthejë shpresën në dritë. Duhet ketë një këlysh pudull këtu. Janë të gjitha mumje. Nuk është thjesht një film, Përshëndetje të dashur miq. është një ftesë për të besuar në një botë më të mirë. Sharon, fluturo! Nga aventurat e yllit Twinkle vjen në premierë Ciao Twinkle! Rikthimi i shpresës. Prito Twinkle. Të mërshme. Po arrive si astronaut. S'ka mundësi, edhe ti? Jo, nuk munden më. Shpejt në aeroport. Këtu nuk kanë fund dëshirat. Do iki nga kjo lodhje e pafundme.